Për rreth shtator, eksperti i IT-s Gent Progni është marrë në pyetje nga prokuroria e posaçme për dosjen e Akshit. Në dalje, tha se dha deklarime si person që ka dieni, por edhe si kallëzues, pasi më herët ka depozituar në SPAK kallëzime mbi tendera dhe lidhje nepotike në këtë institucion. Nuk ka dhënë shumë detaje për mediat, duke u kujdesur që të mos dëmtojë hetimet që po ndiqen nga dy prokurorët, Altin Dumani dhe Bledar Maksuti. Është sekrete timor realisht edhe nuk mund të jap asnjë deklaratë për moment. Si kallëzues apo person dieni? Unë jam ndoshta edhe si kallëzues dhe ndoshta edhe si person dieni. Më herët në SPAK është paraqitur edhe pronari i MCN-s Endri Meksi. Për dosjen e Akshit në akuzë janë 8 persona, mes të cilëve Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, të cilët ndodhen në kërkim nga SPAK. Ndërsa këtë të martë, Mirlinda Karçanaj do të paraqitet në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje, pas vendimit të gjykatës së lartë që nxorri nga arresti i shtëpisë.